Koleksionistit i shpërthen bomba nga lufta e parë botërore në duar, vdes 56 vjeçari. Një ngjarje tragjike është regjistruar në provincën e Trevizos, Itali, ku një burr ka humbur jetën pasi një mjet shpërthyes i mbetur nga lufta e parë botërore ka shpërthyer gjatë manipulimit të tij. Viktima është Atilio Frare, 56 vjeç, i njohur si koleksionist relikesh lufte. Sipas të dhënave paraprake, ai dyshohet se kishte gjetur dhe mbajtur në mënyrë të paligjshme në banesën e tij një bombë të vjetër. Shpërthimi ka ndodhur në një magazin veglash në momentin kur ai po përpiqej ta manipulonte mjetin shpërthyes, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Në vend ngjarje mbërritën zjarfikësit, ekipet mjekësor dhe shërbimet e emergjencës, përfshirë edhe një helikopter. Autoritetet ndërhyn gjithashtu për të verifikuar nëse kishte persona të tjerë të lënduar, megjithëse deri më tani nuk ka konfirmime për viktima të tjera. Një njësi e specializuar e karabinierëve për çmontimin e mjeteve shpërthyese ka rrethuar zonën, pasi në ambiente janë konstatuar edhe mbetje të tjera që mund të paraqesin rrezik. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e incidentit dhe për të përcaktuar nëse në banesë ndodheshin edhe mjete të tjera shpërthyese.